kanë kërkuar vetë të reformohet në ndërtim. Ndërtimin e kemi përcaktuar në kushtetutë. Në përbërje, në ndërtim, në gjithçka. Shikoj, janë disa gjëra që nuk janë kaq të thjeshta as për t'u thënë as për t'u bërë. Sepse SPAK-u është një organ kushtetues. Që të bësh ndryshime aty, çdo lloj ndryshimi të bësh, duhet të kesh 94 vota. Po mund të bëheni bashkë për shembull. Këtë nuk e para këtë nuk e dim. E dyta ne kemi bërë një premtim publik që është më e rëndësishme për mua, që e kemi materializuar në një rezolutë që e kemi votuar, duke thënë që nuk do të kemi kthime mbrapsht në reformën në drejtësi. Sepse reformën nuk e bëm thjesht si të vetëm. Në reformën u asistuam dhe nga faktorë ndërkombëtar që kanë qenë mbrojtës shumë të zjarrt të reformës në drejtësi. Ka qenë një gur themeli për procesin, nuk diskutohet fare për procesin e integrimit evropian, kështu që kthime nuk ka, por aspektet të mënyrës të vepruarit të tyre në pikpamje procedurale mund të ketë, besoj, dhe duhet të ketë, sepse edhe ato vetë na e kanë thënë në disa raportime, në Komisionin e Ligjeve, në Parlament, janë disa aspekte procedurale që meritojnë të rregullohen, sepse nuk mund ti përfytyrosh gjërat ose ti kesh gjërat parasysh të gjitha deri në detaj kur bën diçka. E kuptoj. Edhe një pyetje të reformat kanë nevojë që edhe t'ju kthesh mbrapsht, edhe të vlerësosh impaktin e tyre. Patjetër, dhe të bësh korrigjimet e nevojshme, se po ju them, pa vajtur këtu, reforma nxori jashtë sistemit një pjesë shumë të madhe gjyqtarësh dhe prokurorësh. Po kjo nuk është se nuk ka krijuar vështirësi. Kjo nuk është se ka krijuar, sepse kjo ka impaktuar afatin e gjykimeve. Numrin e, do më thonë, sa efektive është drejtësia në dhënien përgjigje, ka impaktuar numrin e gjykatave që kemi, sepse u zvoglua, u dështë të zbatoj harta e regjisore, po edhe cilësinë e ka impaktuar, edhe cilësinë, sepse duke qenë aq të ngarkuar, nuk ka shumë kohë që t'jenë cilësorë në vendimarrjet e tyre, gjithë trupa, gjyqësor dhe prokurori. Apo dhe njerëzit që merren. Shiko, Shqipëria kjo është. Kur unë kam hyrë për shembull, unë dhe Brezim kemi vazhduar shkollën e magjistraturës në përkas Brezit të parë të prokurorëve magjistrat, kemi qenë 12 vjet në gjithë Shqipërinë. Tani sot numrat të cilat frekuentojnë këtë shkollë janë shumë të lartë, që unë nuk e di se sa i përkojnë cilësisë. Të them të drejtën, kam dyshimet e mia, mund ta them të gjë, se nuk më korrespondon që ka 80 vjet të shkëlqyer. E kuptoj. Dakor? Edhe atëherë kishte shumë pjesëmarrje në konkurrim, por aman, imagjino se çfarë përzgjedhje bëj. 12 në gjithë Shqipërinë. Dhe kështu kanë kaluar brezat e parë të magjistratëve prokuror. Kemi qenë detyruar sepse na duhet ta mbushim sistemin, por prap thash duhet jemi të alertuar gjithmonë për atë që ndodh brenda sistemit dhe për të ardhur me instrumentin e duhur dhe për të rregulluar 1, 2, 3, 4 momente që reforma i prodhoi si efekte anësore, por që duhet t'i trajtoj. Kam dhe 2 pyetje të fundit se koha ka fluturuar edhe po më pret e ftuara e radhës. E para është kjo.